ai bosi që ka pas përpara, ka pas një shërbim. Një shërbim që këtu njerëzit, për shembull, kur ndahen, kur kanë gjona tepër në shtëpi, kur lëvizin nga një shtet, nga një fshat, nga një qytet, ato kur vjen momenti që ti duhet me heq gjona nga shtëpia, detyrohesh mos me hum ato gjona, mos me hedh ato mobiljet, gjullëriat, rrobat, janë disa ambiente që quhen storage. Për këta që jetojnë në Amerikë e dinë se kush janë storage. Tash ti pagun, nëse ti ke marrë një garazh, si pun garazh, nëse më thon si pun dhome, një hapësirë, ke hapësira nga shumë vogla deri hapësira që mundesh me fut 5 shtëpi aty. Varet se sa ke materiale që do me mbajt aty për 1 muaj, për 2 muaj, për 1 vit, për 10 vite. Sa dushti, ata vetëm biznes donë. Nëse unë kam një ambient të tillë, unë du që me i pas ato të kukume. Nureddin Seçi me këtë biznes merresh e filloi në Shtetet e Bashkuara. E ka fillu me punu për dikën tjetër. Tashi, derisa Nureddin ka vazhdu punën, ai bosi i tij që ka qenë, ka fillu mu plak, edhe se ka bë dot biznesin, i ka thonë, një gjë, unë ka thonë, s'du me bo këtë biznes, fëmija mi s'do me bo këtë biznes, nëse ti dhe me vazhdu këtë biznes, unë t'jep gjitha ato accountat, dhe mon gjitha ato, si me thonë, infrastrukturë, logjistikën, gjithçka. Po, këtu është Amerika është shtet i madh, njerëzit për shembull vetëm në këtu ku jetojnë janë në të paktën 2-3 storage. Këta ke storage domon që njerëzit i kanë për shembull këto storage, po flas një filial ose një lokacion i ka të paktën ndoshta 200 dhoma. E secili ka numrin e vet, ka kodin e vet, e çdo kohë mundën me aksesu, me shku me marr materialet e veta, pra atë kohë që ka bë kontratën me atë zotin që ka përdrejnë. Pra ky është biznesi i zotit Nureddin. Jo, biznesi i zotit Nureddin ka qenë kështu. Ky zoti Nureddin ju ka siguruar njerëzve, këtyre kompanijave që i rentojnë ke qytetarët e thjeshtë të magazina, kur kanë probleme me elektrikun, kur humin kodin me hap ato dyert, se ato janë sikur me çepena, një pjesë e madhe, një pjesë janë me çelësa, me koda, kur ato njerëz i humin këto koda, kur kanë probleme me dyert, kur kanë probleme me këto, atër thrasin një shërbim. E Nureddini ju ka siguru këtë shërbim. Tashi, nëse ti arrin e kry një shërbim për po flas për një X person që ka një magazin, po e themi magazin që ta kuptojnë ato në Shqipëri, atër ai tjetri person, i njëjti person ka ndoshta ato magazinën tjetër në Maine, në Pennsylvania, New York, në Rhode Island, Michigan, Massachusetts. Nëse ja kryen shërbimin, ai ka për ta dhënë edhe një storage tjetër, edhe një tjetër. Kështu ka ardhur Nureddini duke hap biznesin e vet, domthon ka arrit që të punojnë në 10 shtete. Në 10 shtete. Po, nëse ti arrin, i bën një shërbim, ai klienti jot është i kënaqur, ta jep edhe një tjetër. Kështu ka arrit Nureddini që nga një gjë